Tim, ti je shoku im, të kam trajtuar shumë mirë. Trump i vendos kufijt Apple, ju toleruam Kinën, por jo Indin. Donald Trump zbuloi të njëjtën se i ka kërkuar Apple të mos spostoj prodhimin e iPhone-it në Indi, duke rindezur debatin mbi dimensionin gjeopolitik të vendimeve të biznesit të gjigantëve të teknologjisë. Apple thuhet se po planifikonte të zgjeronte masivisht prodhimin e telefonave që për tregun amerikan në Indi si një zgjidhje për luftën tregtare të vazhdueshme me Kinën. Pata një problem të vogël me Tim Cook, dje i thash, Tim, ti je miku im, të kam trajtuar shumë mirë, tha Trump në një konferencë për shtyp në Katar, nuk dua të ndërtosh në Indi. I thash Tim, ne të kemi trajtuar shumë mirë, ne i kemi toleruar të gjitha fabrikat që ke ndërtuar në Kinë për vite me radhë. Nuk jemi të interesuar që ti të ndërtosh në Indi. India mund të kujdeset vetë për veten e saj, tha Trump. Në të njëjtën deklarat, Trump la të kuptohet se administrata e tij po punon për një marrëveshje tregtare me bazë të gjerë me Indinë, e cila do të eliminonte plotësisht tarifat për produktet amerikane. Një zhvillim i tillë do të përmbysë regjimin aktual, pasi India aktualisht vendos disa nga tarifat më të larta për mallrat amerikane në mbar botën. Nëse marrëveshja rrihet, India nuk do të vendos tarifa për produktet tona. Kjo do të ndryshojë gjithçka, tha Trump, pa dhënë një afat kohor specifik apo detaje të mëtejshme. Heshtje e Apple dhe reagimi tregut. Apple nuk ju përgjigj menjëherë komenteve të Trump dhe aksionet e kompanisë ranë me 1% në tregtim para hapjes së bursës. Zhvendosja e Apple në Indi ishte parë nga shumë si një veprim strategjik për të zvogëluar varësinë e saj nga Kina, veçanërisht pas tensioneve gjeopolitike dhe rreziqeve në rritje në Azi.